Nëpërmjet një cikli veprash, Esad Valla zbërthen se si dëshmitar në kohë represioni u bë edhe dokumentues nëpërmjet shprehjes së tij artistike, pikturës. Arti pamori rezistencës 1990-1999 titullohet ekspozita personale e tij e hapur në galerinë Open Art në Prishtinë. Në 17 vepra ilustrohen punimet e Vallës në dekadën më të vështirë të Kosovës. Pushteti serb kishte përjashtuar shqiptarët nga jeta institucionale, nga ndërmarrjet, shumica e shkollave e ambientet e Universitetit të Prishtinës. Shqiptarët jetonin si të huaj në Kosovë, përderisa pakica serbe ushtronte masa dhune nëpërmjet policisë e ushtrisë. I mbyllur në banesën e tij, piktori i lindur më 1944 në Gjakov po dokumentonte kohën në të cilën jetonte. Kishte zgjedhur që me figura kafshësh të rrumbullakonte shprehjet e tij artistike. Dhuna ishte kafshërore, e tillë edhe vjen. Janë koka demash ose fosile kokash që vërsulen, e të tjera që vuajnë. Koka e demit është konstante në veprat e këtij cikli, por që ka fuqinë të lexohet ndryshe. Protestat e demonstratat shqiptare ndaj dhunës sistematike shtypeshin nëpërmjet makinerisë policore e ushtarake. Gomat e kësaj makinerie vinë si simbolike dhunës në tablot ku e kuqja dhe e zeza japin emërues të përbashkët. Në ekspozitën me kurator Zeni Ballazhin, dramat e viteve 90 shpërfaqen tragjike. Kompozicionet kanë simbolika të shumta. Vrashtësia e asaj kohe vjen me ngjyra të rënda, përderisa piktori ka gjetur vend edhe shpresës në tablot e tij. Këto punë bo gjatë viteve të 90-ta, 99. Pra ishte koha represionit, ishte koha apartheidit, kur ne ishim jashtë sistemit shkollor, universitar dhe të gjithë punëtorët ishin jashtë nga fabrikat dhe punë tjera. Pra ajo kohë ishte plotësisht një apartheid. Edhe normal që të gjeneri ndikon ajo ndjenjë, jo normale, që piktorët e pak më të ndishim edhe e të shprej ato në piktorët e mija. Edhe i kom regjistruar atë kohë 99% atë citatë që la ka prokopu. Kemi qenë të rrethuar me pezgoja, me goma, me Kafka, i kom paraqit paka shumë mënyrë simbolike, Kafka, demat, armiku i kom paraqit në atë mënyrë. Edhe gomat që kemi qenë me pezgoja, kemi qenë vazhdimisht të rrethuar, edhe me protesta që kanë shtyp, i kanë ndryrë, ne jemi ndryrë së një frutër. Atje është panvera, një panverë e ndrydhur me shenjat gomës. Pa groma ishte ajo që në kanë ndrydhur atë kohë, para luftës. Mase lufta dihet se çfarë ka ndodhur. Valla ka thënë se simbolika e tij ka qenë që nëpërmjet kafshëve të paraqiten personazhet, një person ose një popull dhe presioni i një mase të dhunshme. Koka të boshtë dhe nuk ka demi, gjallë po vetëm fosilja e demit. Pra në të mënyrë simbolike. Edhe atë në që e kom realizuar ata shakëm ndashtë ta nxjerrë prej asaj periudhe. Ka qenë mjaft thirrë pikërisht ajo kohë ku unë kam qenë mbyllur që më dal shumë. S'kam pas tjetër rrugëllare vetëm piktoj. O normal që kemi qenë të rrezikuar, ma unë banesë kom piktuar, banesa ka qenë shumë afër rrugës kom piktuar. Një balkone kom pas ndruar në studio, edhe aty i kom bërë këtë punë. Kuratori Zeni Ballazhi ka thënë se karakteristike veçantë sot mund të jetë pikërisht periudha e viteve 90 e Esad Vallës. Sipas tij, 25 vjet pas luftës, kemi të bëjmë me një gjenerat të re të artistëve që mund të marrin diçka nga një periudhë që nuk e kanë përjetuar. Ky përjetim është mjaft i dukshëm në një pjesë apo në një cikël, siç thotë profesori, të punëve të tij, të përzgjedhura në këtë ekspozitë. Në këtë ekspozitë janë përzgjedhur 17 punime,
kuptohet që profesor Resati ka një krijimtari të gjerë të cikleve të tij, ka më shumë vepra. Këtu kemi bërë një përzgjedhje që mendoj që është përzgjedhja që e prezanton më denjësisht atë në aspektin e kësaj teme apo këtij koncepti. Dhe po të ndalemi në çdo vepër apo në çdo tablo të tij, shohim që çdo vepër ka një historinë veti, pavarësisht asaj kryesore se cila i përfshin pikërisht këto vite. E përmendi edhe vetë profesori që një pjesë, një tabloje për shembull që e thot mjaft qartë ku edhe ai ka punuar në atë fakulteti teknik në atë kohë, ka qenë edhe fakulteti i arteve, dhe shenjat të cilat janë lanë ato shenjat nga regjimi i ka shfrytzuar edhe në piktura. Personazhi i tij në këtë rast është Demi dhe nëpërmes Demit paraqet pikërisht këtë histori dhimbshme do të thoja dhe pikërisht në ngjyrat e tij të cilat ai i shpërfaq apo i përmbledh në vepra është dominante e kuqja gjithandej, pikërisht edhe në këtë galeri, në këtë hapësirë, që unë shfrytëzoj rastin këtë rast falenderoj edhe galerinë Open Art, të cilën na mundsoi të shfaqim këtë lloj apo këtë pjesë të historisë, është e ngjyrosur me dy ngjyra, do të thonë është e kuqja dhe e zeza, të cilat janë dominante pikërisht edhe në këto piktura. Ekspozita e Vallës në rrethana më ideale do të hapej në ndonjë përvjetor të çlirimit të Kosovës e edhe në ndonjë institucion shtetëror të artit pamor, pasi këto institucione janë edhe hapësira e kujtesës e jo veç me synime për të vrapuar pas trendeve. Por ekspozita e Vallës flet mjaft edhe në galerinë Open Art. Krijimtaria e tij e ka atë fuqi, jo veç për shkak të dramës që paraqet, por edhe për shkak të mjeshtërisë.